Përshëndetje, paqja qoftë mbi ju të nderuar miq. Dua t'ju tregoj disa gjëra rreth trashëgimisë sipas fesë, sipas kanonit dhe sipas kushtetutës së Kosovës. Kur themi trashëgimi, do me thënë sipas fesë islame, trashëgimia nuk ndahet tek fëmijët, tek djemt e vajzat derisa baba është gjallë. Por për këtë mundesh me lënë testament. Ndërka që përveç trashëgimisë, pra që i thënë hisja, kemi derisa baba është gjallë, pra është edhe një gjatë tjetër që quhet khiba. Khiba do me thënë është si lloj dhurate. Mirë po, trashëgimia ndahet 2 hise djalit, 1 hise vajzës. Për shembull, i kemi 100.000 euro, 66.000 i takojnë djalit, e vajzës i takojnë 33.000. Pra, 2 hise, ndahet pasunia në 3 hise, pastaj 2 hise djalit, 1 hise vajzës. Dhe kjo është trashëgimia sipas ligjeve të Zotit. Por ata që e marrin trashëgimin sipas ligjeve të Kosovës, normal që këtu motra i hyn në hak të vllaut. Sepse nuk dëshirojnë prindrit ta dëgjojnë këtë ligj hynor. Ndërka që ata që e marrin trashëgimin vetëm djemve i japin, e vajzave nuk i japin, ose vajzat ngrejnë dorë nga ignoranca e tyre, atëherë kjo bëhet një mëkat shumë i madh, sepse përveç që nuk i jepet trashëgimia vajzës, por nëse edhe vajza kërkon hisën e vet te vllau, se baba nuk është, po nuk e kërkon hisën e vllaut, kurse si, po baba që e kalon një shtëpi, një kat që e vllau e ka qitë edhe një kat, motra s'ka hiset e kati i vllau, po ka hiset e kati i babës. E ka raste kur motra e kërkon këtë pasuni, atëherë ndoshta ja japin prej zorit, se kërkon motra, mirë po ja mbyllin derën. Kjo është edhe një mallkim që shkon tek ajo shtëpi, sepse Zoti ka thënë, kur njerëzit ndihen të fortë, këtë rast vllaznit, ndihen të fortë, se baba pas ka punu veç për ta, jo për motrat, dhe ata mandej i ndërpresin lidhjet e tyre familjare, Allahu ka premtu se në atë shtëpi do të ketë shkatrim edhe mallkim. Prandaj të nderuar miq, edhe nëse keni vendos motrës që ta kërkon hisën sipas Kuranit, jo sipas kushtetutës, as sipas kanunit me amshël derën, po nëse ta kërkon motra sipas Kuranit, atëherë ta din nëse ti nuk ja jep, ose ja jep pasunin sipas kushtetutës, sipas kanunit, ja jep edhe ja mbyll derën motrës, atëherë ta din se në shtëpinë tënde ka me pas shkatrim edhe mallkim.